Mo dëgjoj pak. Mos ik, dëgjoj. Nëse ti I thua fëmijëve të tu që prindrit e tu të kanë trajtuar keq dhe ata nuk janë një familje mirë, ata do të besojnë dhe nesër nuk do t'i duan prindrit e tu. Nëse ti do të thuash fëmijëve të tu që kjo mësuese, kjo edukatore, kjo shoqe, ky shok është budalla, ai do të besoj. Nëse ti I thua që ka zana, historit e Herkulit, Helenës, janë të vërteta, ata do të besojnë. Nëse ti ju thua shkule dhëmbin, hidhe mbi çati, sepse do ta marrë një dallandyshe, një zok, e do të sjell një dhuratë, ata do ta besojnë. Ata do të besojnë çdo fjalë tënde, ata do të besojnë kur ti ju thua, je budalla, ti s'mbush, ti s'bën asgjë për të qenë, ti s'doja dalësh kurrë në jetë, asnjë nuse s'të merr ty, asnjë burr nuk të merr ty, ata do të besojnë ty me të vërtet. E di pse? Sepse Zoti na I dhuron fëmijët me një libër komplet të bardhë. Dhe ne prindrit shkruajmë dhe ata besojnë. Prandaj, thuaj fëmijës tënd. Thuaj fëmijës tënd që ai është bekim, që ai është I zgjuar, që ai ja del, që çdo gjë është e mundur për të. Dhe ata do të besojnë. Dhe do të bëhen siç ti ke thënë, sepse ata do të besojnë.